protest dhe vetëm protest dhe mënyrë revolt dhe vetëm revolt dhe mënyrë kategorike asnjë vot për asnjë hap të kreut të organizatës kriminale dhe organizatës kriminale në mbrojtje të krimeve dhe vjedhjeve të tyre. Asnjë vot nuk do ketë. Ne kemi tani dialog konstant me qytetarët, i ftojmë ata me guximin e tyre, tu tregojmë vendin këtyre qeveritarëve, narkoqeveritarëve që s'kan asnjë normë parim tjetër për vjedhjes qytetarëve. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ka rreth një javë që banorë të fshatit Rjodh në Shkodër janë duke protestuar, duke pretenduar se tokat e tyre janë duke u zënë, duke u ndërtuar aty një resort nga një sipërmarrës dhe për këtë qeveria shqiptare ka dhënë edhe leje. Një nga protestuesit ka bërë një pyetje publike: si është e mundur që Partia Demokratike na thërret neve të protestojmë në Tiranë, e ndërkohë Partia Demokratike nuk është kranesh në protestën që ata po zhvillojnë? Së pari, ne mbështesim absolutisht çdo protestë të drejtë. Një, kjo. Së dyti, ne kërkojmë dhe insistojmë respektin e plot të drejtave të pronësisë dhe të drejtave të tjera të qytetarëve. Së treti, i them atij qytetari që nuk është e vërtet që Partia Demokratike nuk është interesuar. Ai mund mos e di dhe kjo është normale. Por deputet Partisë Demokratike kanë qenë aty dhe janë marrë me problemin dhe merren. Natyrisht, Osman, ne mbështesim protestën pa diskutim, kur problemet janë gjithçka bazuar mbi dokumenta të sakta, zyrtare, të vërteta, çka unë nuk i diskutoj. A priori, unë nuk hedh poshtë asnjë pretendim të atyre protestuesve. Ndaj dhe ne po shohim, po e ndjekim. A duhet bazohet mbi dokumenta? Duhet bazohet mbi, besoj, apo jo? Duhet bazohet mbi dokumenta, sepse nuk kam asnjë lloj dienie, është blerë, s'është blerë, por ne po e ndjekim zhvillimin. Dhe ne jemi kategorik kundër prekjes qoftë 1 metër katror tokë të pronarëve privat. Ky qëndrim është i palkundur i yni. Qofse parashikohen, është detyrë e sipërmarrësit të zgjidhë me kushte tregtare problemet që ka me banorët. Ne nuk kemi asnjë lloj lëvizje, hezitimi, nuk pranojmë pra që tjerëve të konfiskohet, të mirret toka e tyre. Dhe pyetja e dytë, përpara disa muajsh, zoti Berisha ju kam pyetur në lidhje me rritjen e çmimit të biletës së Urbanit në Kamës, dhe ju deklaruat se do të merrni kohë për ta verifikuar si rast. A e keni mësuar apo e keni verifikuar se pra këshilltarët demokrat jo vetëm e kanë votuar, por në Kamës tonë që e kanë iniciuar vetë këshilltarët e Partisë Demokratike rritjen e çmimit të biletës. A e dini këtë gjë? Përsëri, ne do ta shqyrtojmë problemin. Çfarë ka ndodhur? Jam informuar, kompania ka ndrruar mjetet e transportit, ka ble më moderne, më të dohen, dhe mbi këtë bazë, mos gaboj, megjithatë, ne do informohemi më mirë dhe të përgjigjemi. Zoti Berisha, edhe një pyetje lidhur me paralajmërimin e Edi Ramës për ndërhyrje në drejtësinë. Kur ndërhyhet në legjislacion, pra në reformën në drejtësi, teksa një zyrtar është nën hetim, a përbën shkelje të kushtetutës? Faleminderit. Shkelje flagrante
dhe grush shtetit përbën, element të grushtit shtetit. Element të grushtit shtetit. Shiko çfarë, nuk do t'i ve epitete unë ati, Ergysa Gase ka mjaftueshëm. Bën të thirrje të arrestohej lideri i opozicës, arrestonte në mes rrugë urdhonte kryetarin e partisë dytë opozitare, hapte çështje penale për një çështje të tejkaluar, të parashkruar për të tretin, dhe këto që i konvenonin për mandatin e këtij kriminali, këto ishin veprime të drejtësisë reformuar. Dhe këto i quhen të ai suksese të mëdha dhe i rrahte gjoksin e Europës se njëri tjetër reform të tillë nuk ka bërë. Kurse tani, u betohet shqiptarëve për kokën e Belindës, e Lubis, se Shqipërinë e jap, Lubin nuk e jap. Se integrimin e jap, Lubin nuk e jap, se është vetja ti. Vetja ti, Isa, se po të mos ishte vetja ti, Lubia kish marrë fund 5 herë gjërë tani. Po të mos ishte vetja ti, po është vetja ti, edhe ajo ja ka bërë ben, me vete do të marrë. E rrahur me vajmë dhe uthull si që është, ky e ka kuptuar që ajo mëshirë nuk ka. Ajo do e marrë me vete. Ky është gjithë problemi. Ai po mbron veten e tij. Cila është detyra kryesore e një opozite kur qeveria e cila ka dhe shumicën parlamentare nis një proces për të ndryshuar rregullat e lojës, për ndryshuar kodin penal, për ndryshuar kushtetutën, dhe më pas parlamenti i cili domethënë nuk mbledh këshillin e mandateve prej disa kohësh. Cila është rruga? Ka një rrugë që opozita e një vendi mund të ndërmarrë për të dalë nga kryengritja paqësore që tund themelet e narkoparlamentit, narkoqeverisë dhe regjimit. Kjo është rruga. Kjo është rruga. A e kupton? Ai dje u betua para shqiptarëve se të harroj Europa, se do lëshoj unë Belindën, vetë e ti. Po çfarë ka parlamentin? A e në gjurë çfarë tha apo jo? Kryeministri dhe kryetari mazhorancës parlamentare, dhe është, mund të them që s'është mazhorancë, është fake mazhorancë. Kështu që nuk ka tani, çdo shqiptare ka të qartë, që ka vetëm një rrugë, revolt, gjenërzimin e tij. Po ama, gjithçka po zhvillohet në favor të shqiptarëve. Imagjinoni ju, është thirrë sot për t'i komunikuar nga autoritetet më i lartë i Europës verdiktin. Kjo është një ndihmë e jashtëzakonshme për qytetarët shqiptar. Është një apel, është një kushtrim. Ishte Peleshi në departament. E kishte heq frazën e karteleve të drogës. E pat ju, u detyruva të lexojnë në faqen e departamentit. Ai ishte në mes. Në mes, nuk del më nga rrethi kush ky. Nuk del më nga rrethi kush. Ky është një kufom politike që çfarë do që të bëj, nuk do shpëtoj dot.